Dhe viti 2000-2001 ne përjetuam mandej edhe një shok shtesë kur shkodranet martoheshin për ortodoksët e Maqedonisë dhe serbët në Serbi. Edhe sot është aktuale. Pra, po ishte goditje e madhe për ndjenjat kombëtare të cilat i kishim sidomos pas luftës. Dhe ajo na krijoi një zhgënjim shumë të madh, të thellë, që shqiptarët e Shqipërisë e arsyetojnë me po ata janë me prejardhje serbe e tjera. Unë e di me çfarë prejardhje janë, ata e kanë me emnat shqiptar, mbi emnat shqiptar dhe një besim edhe shtetësinë shqiptare dhe një besim të krishterë. Dhe që pranojnë të martohen për një serb. Në fakt, unë në Gjilani kam shi. 2 motra janë shqiptare të Shqipërisë që janë për 2 vëllezër serb. Dhe kjo është ajo farë paradoksi i cili e ka ndjek këtë popull, po që unë them edhe kom ngushtu vetën Zoja Antigon me këto veprime të shqiptarëve të Shqipënisë, e kom ngushtu vetën me këtë thënie, që është fakt shkencor, se populli shqiptar i Shqipënisë, i mbajtur i izolum prej 50 vitesh, dhe pastaj i goditun me informacione të një pas njëshme, premtime dhe mos realizim, premtim dhe mos me realizim, si një fëmije kur i thua kome ta blej një çokoladë ose një lëpis dhe nesër do ta blej, nesra bëhet dhe jo pas nesër ose sonte në mbrëmje ose nesër, fëmija zhgënjehet dhe demoralizohet. Me atë fëmijë, ti je në gjendje çfarë dush të bësh më, sepse ke demoralizu. Dhe me emocionit e ti mund të luash si të dush. Mund të fusësh në vaj, mund të gëzosh. Pra, kjo ka ndodhë me popullatën në Shqipëri nga elitat politike, në thojza elita, nga ata që i kanë udhëhequr me një diktat të deep state-it, të cilin deep state unë e kom nxjerrë edhe një botim të librit, plani i madh deep state, dhe aty tregohet në detaje se në fakt kush janë këta deep state dhe çfarë kërkojnë. Deep state është? Është qeveria e thellë apo qeveria nën hije, apo një udhëheqësi nën tavolinë që nuk e shohim, po në fakt me daljen e këtij botimi, të cilin e kam nxjerr tani më është në shesh dhe hap tazi se në fakt kush janë. Ti e të thonë që ekziston një qeveri e cila në fakt na nuk e njohim? E njohim tani, zyrtarisht. Me emna? Po, me emna, me mbiemna, me organizim.